Mua s'më pëlqejnë gjyqjet fare, po fare, megjithëse s'kam qenë asnjëherë se edhe po të kisha qenë mbasi do më kishin pëlqyer. Po kemi një çift të hapur që nuk ka gjyq që i mbyll. Ata sot kanë seancën e tyre të dytë dhe ne me kureshti do të presim se ç'ndodh aty. Çifti i hapur. Atëre qetësi, fillojmë gjyqin për Tomin dhe Gjerin. Po, jo, Tomi Gjeri, Tomi Meri, me gjithse Tomi Gjeri, mire the, burre gru, Tomi Gjeri jemi bërë. Tomi dhe Meri, zoti Gjukac. Meri, ë? Po, Meri. Po ku është Meri? Meri nuk vjene, oqja qafe, i dhash kartën time të kreditit, tiki për shopping që ta mbarojmë këtë punë midis nesh. Jo, re. Po. Mirë, atëre po përfitoj nga rasti dhe po të pyes, përse të ndahesh nga Meri ti, Tomi? Se të ndajeme. Kotë? Se të ndajmë, u lodha më zoti Gjukasë, varturit më buri dhe unë vinë me Draganën, më shikon me Draganën varturit. E provova jere, lash Draganën, kapa i balerinë ruse. Edhe me atë i varteturit. Kapa pastaj e lash këtë balerinë ruse, kapa i farmaciste, e kupto, edhe me atë... Surprise! Humba gjë? Humbe, sa do humë që e koltukun tresh, po erdhe shpejt. Koltukun tresh, jo vetëm që e ke humbur, po edhe kartën e kreditit. Si kartën e kreditit? Ku e ke bjere kartën e kreditit? E hodha, nuk më duaj më. Si të duaj, mami? U bosh atis, që më duaj? A e kupto me zoti Gjukac që a bëhet, apo i kartë krediti? Bol, se kemi gjëra më të rëndësishme, jemi në gjyq, të lutem shumë. Zoti Gjukatës, të kam lerë një këmish, se nuk të shikoj do të me ato palton e zezë, të lutem shumë, është shumë e gjatë të humbasin linjat. Zonja Meri, ju lutem shumë, mos përdorni terma korruptues. Por një këmish, po t'i shikoj njëherë, është një ekstra small i papaparësht. Ekstra small? Pa ku më bën mua ekstra small, më i Meri? Mos më thuaj që je ekstra large, se do të ndryshoj mendim për drejtësinë, Po, gjete ti, Gjukac ose polic, small ose maksimumi medium në Shqipëri, unë të falë koltukun tresh. Edhe ka ti, zoti Tomi, edhe ka. Po, pra, pa tjetër që ka, pa tjetër. Lere këmishën aty? Jo, aty, lartë. Atere vazhdojmë seancën se u bëra nervos tani. Hajde! Jo ti, u bëra unë nervos, se ti e fitove një këmish. Ka mundësi të në ndash koltukun tresh, kujti takon kësaj, apo mua, zoti Gjukac? Prit mordial, nuk është ka që thjesht të ndahesh nga gruaja. Ti ishte kështu ishim ndarë gjithme. Do të vendoset njëri kujt është faj, dhe në bazë fajtorit do ndahet këmishat. Kështu, plaçkat. Shumë mirë. Ky është fajtori, unë marr koltukun, ti këmishën. Ata e vendos unë, e kujt është këmisha. Kështu, faj. Këmishën ma ndron do të Meri me ekstra large? Pa tjetër. Tani, zonja Meri, cilat janë akuzat tuaja? Tani, unë kam shumë akuza. Ky për shembull vjen me Draganën në shtëpi, çdo natë. Po, tjetër? Se thatë që keni shumë akuza. Po pra, shumë akuza, shumë net janë shumë akuza. Aha, e kuptoj. Po mirë mor, ti me dashnore në shtëpi shkon, mor? Me dashnore në shtëpi, po, jam burru, jam njeri me parime, zoti Gjukac, më vjen shumë keq, nuk mund ta mbaj tjetrën gjithë natën edhe pastaj ta lë në mes të katër rrugëve. Si në mes të katër rrugëve? Në mes të katër rrugë të Shijakut, se atje e mjoft për herë parë me Draganën. Po ti më the që e kam komshiun. Pastaj çuditërisht rastësisht se si mori shtëpi përballë nesh. Po pra, zoti Gjukatës, dhe për këtë jam dhe unë irrituar. Duke qenë se ajo ka shtëpinë përballë nesh, pse duhet të vinë në shtëpinë tonë? Po ti e go marrë duke pas shpinë e saj përballë. Tani, ti, jo çdo femër që gjejmë në rrugë e marrim në shtëpi mor zotri. E di ku ke një hotel të mirë? Sa kalon tek... Ua, jo në hotel, të lutem shumë se na shpenzon para. Le të vinë në shtëpi, le të vinë. Po të marrin çelsa të paktën se më prishin gjumin. Më prishin ëndra që unë kam për familjen në përgjithësi të ardhmen. E kupton, more Tomi, që i ke prishur ëndrat zonjës? Ëndrash me zoti Gjukac, tash sigur më shef mu në ëndër kjo. Kjo gjithë natën shef kineste me dreses në ëndër. Të lutem shumë mos më ofendo, sepse unë nuk bëj shopping të kinezët. Racistis qelpur. Zoti Gjukatës, shoppingu im kati itinerarin Muslim Shyri, blok Muslim Shyri. Edhe ti mos u bëj xhelos, edhe ty të kam bler diçka. Do të më marri me të mirë që të fitoj koltukun tresh.
E shiko më zoti gjykat që bëhet apo jo? Po kjo është genocid, kjo është krim kundra njerëzimit, ti blesh burrit zinxhir qeni. Ua, po nuk e di pse sa herë nisem ti blej diçka, këti e blej për qenin, harroj nga tron, nuk di. E kupto më zoti gjykat, qeni ka i vit që ka ngordhë dhe kjo akoma blen për qenin. Meri, qarë ke që qanë, zemër? Po ja sa herë marrvesh që qeni ka ngordhur më vjen për të qarë. Po moj shpirt, po moj zemra ime, po moj shpirt. Zoti gjykat, pritje, shpirti zemra këtu. Qa po e gju këtu ta shinë së time? Ama ti pusha, qa keti? Let me gjuaj. Vazhdo, zoti gjykatës me gjuaj. Ata zemra në në ty. Zoti gjykat, me gjë po gjueni, mos ju gjuj unë të dyve. E kupto? Ka mundësi të shi të na thuash kujti ta kon koltuku tresh që e ka sjell mamaja ime që është gjallë. Meri shpirt, qa ke që qanë, Meri? Po ja, sa herë marrvesh që mami këti është gjallë, më vjen për të qarë, nuk të roj dot, nuk të roj dot, nuk të roj dot. Meri! Oh, nuk di po unë, me gjithse jam gjyqtar 7 muaj master në plepa të Durrësit, prapë s'po jap do dum këti gjyqin, marë zotri. Me gjithatë, trupi gjykus, me vota unanime vendosi. E shyq. Tomi, Po, merre këmishën dhe sile këtu, hajde! Dhe hajde javës tjetër tani. po s'ke majtim.